Të dhënat e zbuluara nga burimet diplomatike europiane zbulojnë përmbajtjen e një takimi të ashpër që u zhvillua javën e kaluar në Shtëpinë e Bardhë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të Ukrainës Volodymyr Zelensky. Gjatë takimit, Trump thuhet se ka ngritur zërin dhe ka përdorur gjuhë fyese, ndërsa i kërkoi Zelenskit të pranojë kushtet e paqes të propozuara nga Vladimir Putin, me paralajmërim se Putin do të shkatërrojë Ukrainën nëse refuzohet marrëveshja. Sipas raportimeve të Financial Times, takimi erdhi pak pasi Trump kishte zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin rus, i cili prej muajsh kërkon tërheqjen e ushtrisë ukrainase nga Donetsku si parakush për ndërprerjen e luftës. Trumpi kërkoi Zelenskit të dorëzonte rajonin lindor, duke argumentuar se nuk ka vlen të humbas një jetë për një territor me shumicë rusisht folës. Burime nga delegacionet europiane thonë se Trump kishte mbështetur në këtë qendrim edhe ja dërguari i tij i posaçëm Steve Witkoff, i cili kërkoi me tone të forta që Kievi të pranojë humbjen e Donetskut dhe Luhanskut. Në kthim për në Washington, Trump deklaroi për gazetarët e të dy palëve duhet të ndalen aty ku janë vijat aktuale të betejës, duke mohuar çdo përplasje me Zelenskin dhe duke përshkruar takimin si të përzemërt, po për Kievin çdo dorëzim territori mbetet vije kuqe e panegociueshme, pasi pjesë të Donetskut vazhdojnë të mbrohen nga trupat ukrainase që nga viti 2014. Ky zhvillim vjen mes përpjekjeve ndërkombëtare për të ringjallur bisedimet e paqes dhe për të shmangur një përshkallëzim të mëtejshëm të luftës dyvjeçare në Ukrainë, që ka shkaktuar dhjetra mijëra viktima dhe shkatrime të mëdha në të dyja anët.